po i peshoj mirë gjërat. Pse? Sepse filmat e kineastëve shqiptar në diasporë janë filma shumë të mirë, janë filma me nivel artistik, filma që janë vlerësuar dhe kanë fituar çmime, siç është filmat e Erenik Beqirit, Bujar Alimanit, po them, po përmend këtë Vëllezërit Darden, po përmend Fisnik Maxville, po përmend filmin tjetër të fundit të këtij viti, të gjithë e Therasin e Rexhe, Thirin Rexh, të Ibër Deharit. Tani problemi është ky, pyetja ime është kjo. Pse ne këtu, përveç atyre që janë veçanërisht të interesuar me kineman, nuk i njohin mirë filmat e kineastëve shqiptar në diasporë? Edhe në fakt kjo është në një farë mënyrë edhe ajo që më shqetëson mua, sepse me idenë e podcastit tim unë nuk dua thjesht të flasim, thjesht të flitet, po dua që filmat të shihen. Pra siç ari unë ti shoh në një mënyrë apo në një tjetër, dua që edhe publiku shqiptar të shohë. Aq më tepër kur flasim për filma që ja vlen të shihen, aq më tepër kur flasim për filma që konkurrojnë për festivale filmi dhe jo vetëm seleksionohen, por edhe fitojnë çmime, atëherë pse mos të shohë edhe publiku shqiptar? Domethënë kjo është edhe në një farë mënyrë dhe qëllimi i podcastit tim, edhe në një farë mënyrë edhe shqetësimi që si të bëjmë që të sjellim këto produkte audiovizuale, këto filma pranë publikut shqiptar, sepse ne po themi që kemi nevojë për art e kulturë, ndërkohë nuk kemi akses. Dhe fillimisht aksesi duhet nis pikërisht me ata që na përkasin neve. Mund duket shumë ashpër kjo na përkasin, po janë regjisorët shqiptar, kineastët shqiptar, aktorët shqiptar, që janë pjesë e jona dhe ne kemi tendencën që her pas here të shkojmë në kinema të bëjmë namin se doli Barbie. Patjetër, ta shohim edhe Barbie, po ti shohim edhe këto produksionet e tjera. Si mendon? Mendoj njësoj si ty, mendoj që nuk mund të evitojmë domethënë këto produksionet internacionale, mirë se të vinë aty janë, aty kanë qenë gjithmonë. Ideja është që të promovojmë dhe të ngrejmë sa më lart kineastët shqiptar, të promovojmë në kuptimin t'u japim mundësi në radhë të parë të shfaqen filmat e tyre, sigurisht edhe me një PR të mirë do ishte që të zgjaste dhe të bëhej domethënë një publicitet i mirë në mënyrë që publiku shqiptar të shkojë dhe të shohë këto filma dhe unë do të thosha edhe të zgjasin pak më tepër në kinema. Për shembull, filmi i Ibër Deharit, që është një film që është shfaqur si në kinema Millennium për shembull apo edhe në kinema Cineplex, do të thënë është shfaqur, po është një film shumë i bukur sepse ka patur një impakt shumë të mirë, edhe si nga dashamirësit, domethënë si nga personat ose njerëzit që marrin vesh nga kinematografia, po edhe nga njerëzit e tjerë, ka patur një le të themi mikpritje, është pritur mirë. Unë do të thosha që për shembull nëse domethënë nëse do t'u jepim mundësi që të shfaqeshin më gjatë, do ishte akoma më mirë, mendoj unë, sepse kjo i jep mundësi edhe publikut shqiptar që të shohë më gjatë. Por është shumë e rëndësishme. Po i njohim ne së pari, i njohin edhe të tjerët pas nesh. Është e sigurt, por është ajo që po themi, nëse duam që arti apo në këtë rast po flasim për kinematografinë të eci përpara, ne duhet edhe t'i promovojmë, duhet t'u japim hapësirë, duhet t'u japim publicitet më të lartë. Unë do të kisha një sugjerim për shembull, nëse ma lejoni, po e them një mendim timi, doja për shembull që të ishte sikur qoftë edhe një herë në muaj të bëhej për shembull le të themi dita e filmit shqiptar dhe të sillim këto filma të cilat ekzistojnë, mund të jenë 10 vite të bëra më parë, nuk ka rëndësi ka që janë prodhuar, janë aty dhe publiku shqiptar ndoshta nuk i ka parë akoma, nuk ka patur akoma mundësinë t'i shohë, ndërkohë që janë paraqitur në festivale të ndryshme. Dhe kanë fituar çmime. Dhe kanë fituar, pra janë produkte shumë të mira. Ama në momentin që fitojnë çmimin ne jemi të parë që brorasin. Po, pasi fitojnë çmimin, i ftojmë në studio pastaj. Pasi fitojnë çmimin. Këtë dua të them që unë i ftoj të paktën në art sezon edhe pa fituar ose fitojnë apo nuk fitojnë nuk ka shumë rëndësi, por për mua është shumë e rëndësishme që pasi diskutojmë ose të arrijmë të bëjmë diçka që edhe ti servirin publikut shqiptar mundësinë që ti shohë edhe ai dhe ti vlerësoj edhe ai këto që po flasim. Se ne tani po flasim për filma, unë i kam parë të gjithë ato që për shembull. Ju përmendet e shumë edhe më tepër, por nuk i kam parë të tjerët. Jo, shumë pak. Prandaj jemi këtu për të sugjeruar që ta promovojmë më shumë. Në kuadër të kësaj që po thua, të atij propozimit tënd, pyetja ime është edhe tek ajo që tham ndoshta pak më parë, dallimi midis Belgjikës edhe Shqipërisë në jetën kulturore, përqendruar tek kinematografia. Është e nevojshme që të edukohet publiku. Mbase tingëllon pak
e patakt, po mbase është e nevojshme që të bëhet. Unë besoj shumë në këtë. Besoj që misioni i artit dhe kulturës është pikërisht ai që të ushqejë shpirtat e njerëzve. Është e domosdoshme që njerëzit të shkojnë përtej rutinës së përditshme, aq më tepër në Shqipëri duam është shumë e fokusuar tek problemet e përditshmërisë dhe politika që bombardon njeriu, dhe kështu që arti është ajo mënyra për të bërë pak mbushur shpirtin, për bërë pak evazion nga Po për shembull çfarë mund të bëjmë më shumë ne këtu në Shqipëri? Okej, kemi parasysh që kultura është edhe një funksion i politikave shtetërore, se nuk mund t'i lihet thjesht edhe vetëm tregut, se pastaj mjaft e thjesht ndodh ajo që ndodh, që shkojmë tek komercialja, tek ajo që shitet më shpejt edhe është e aksesueshme më shpejt. Po kultura është dhe pak më e vështirë për tu perceptuar. Unë do të thosha që arti është forma më sublime e të shprehurit, po duhet jetë edhe elitar. Pra, nuk mund të konsiderojmë art çdo lloj performance apo Kjo ishte e bukur. Faleminderit. Thuaj edhe një herë që ta mbajmë, ta kemi reels, jepi një. E di sa shumë, pse e thash shumë e bukur, se është një nga diskutimet më aktuale të ditëve të sotme, që të gjithë pretendojnë të jenë artist. Të gjithë pretendojnë që po bëjnë gjëra më të jashtëzakonshme. Po, realisht a duhet të ketë filtra edhe në art? Duhet të ketë, edhe unë mendoj që në çdo gjë duhet të ketë filtra, dhe kështu funksionon edhe parimi në çdo gjë, në administratën publike etj, pra gjithmonë kontrollohet. Çdo hallk kontrollohet. Aq më tepër pastaj arti që duhet kontrolluar patjetër, po duhen edhe standardet edhe kriteret, filtrat shumë të mirë, që do të thotë ata që e bëjnë këtë, hallk pas hallke, duhet të jenë me të vërtet të shkolluar, të formuar, të formësuar mjaft mirë. Pra, që të flasim për art, duhet të flasim për diçka me të vërtet, të filtruar mirë, edhe që është elitare. Jo çdo performancë, jo çdo gjë mund të quhet art. Okej, më themi kam shpirt artistik, po nuk është art. Duhet përkthehet në një produkt me ca kritere, po nga ana tjetër kjo gjë duhet mbështetur shumë. Po, duhet mbështetur, edhe mendoj që për shembull, në rastin e Shqipërisë, për shembull, në rastin e Belgjikës është shumë e thjeshtë ta them. Shteti belg, nga momenti që vëllezërit Dardenne çuan kinematografinë e tyre në nivele më të larta, çfarë bëjnë? E kuptuan që kinematografia ishte shumë e rëndësishme, investojnë shumë. Pra, kanë fonde që japin për të gjitha regionet, sepse Belgjika është ndarë në 3 regione, regioni flamand, regioni wallon dhe regioni brukselez, dhe të gjitha këto financohen. Dhe çfarë ndodh? Ka edhe një gjë tjetër që si ndihmon për shembull me produksion, që të prodhohen filma apo jo. Përveç se ndihmon të gjitha koproduksionet, pra koproduksionet me Belgjikën ndihmohen, dhe prandaj ka shumë koproduksione midis Francës dhe Belgjikës, i ndihmon edhe nëpërmjet taksave. Ata kanë të ashtu quajturën tax shelter, që do të thotë është një mundësi nga ana e shtetit për bizneset belge, të cilat paguajnë taksa, si të gjitha, atje nuk ka evazion fiskal të kështu të lehtë, nuk ekziston kjo gjë, dhe pra ata do t'i paguajnë këto taksa. Por nëse do të ndihmojnë për shembull në bërjen e një filmi, atëherë këto taksa që duhet t'i paguajnë shtetit dhe ndihmojnë në bërjen e një filmi, ndihmojnë në realizimin e një filmit, atëherë nuk ka nevojë domethënë t'ia paguajnë ato taksa klasike shtetit, sepse kanë ndihmuar në këtë prodhim audiovizual. E kanë dhënë kontributin. E kanë dhënë kontributin. Pra ato po themi ndërmarrje të cilat ndihmojnë në bërjen e këtyre projekteve, filmave me pak fjalë audiovizuale, taksat e tyre shkojnë kështu, domethënë, dhe kjo është ndihma që jep shteti belg, që unë mendoj që është një ndihmë shumë e mirë. Dhe mbase një shembull të tillë mund ta ndjekim edhe në Shqipëri. Prandaj e them se mund të jetë një shembull. Kur artistët janë vrapandej dhe vraptej në kërkim të financimit të tjerë vështirësive këto sfide. Një arsye mund të jetë kjo, po për shembull po të marrim parasysh se tani më kujtua që për shembull një metodë e tillë ishte edhe për ndërtimin e kopshteve dhe të çerdheve në Tiranë, që u kërkohej ndërmarrjeve që të ndihmonin. Tani mund të bëhet për shembull me kinematografinë, me produktet. Pse jo? Por nga ajo çfarë ne shohim pak në gjatë viteve të fundit, duket se kinematografia shqiptare ka pasur një përforcim dhe industria po rritet ditë pas dite, kështu që le të jemi të gëzuar me këtë pjesë, të paktën nderi më tani. Patjetër duhet bërë ende shumë punë, por sigurisht. Ne po themi domethënë këtë që mund të themi, ideja është të prodhohet. Kjo është shumë e rëndësishme. Që të prodhim duhet të ndihmohet. Si mund të ndihmohet? Një arsye, një mundësi është edhe kjo.